herë keni ndjerë dyshime për lajmet që po i lexoni online? Besimit media, jem të fol për qytetarët që nuk ju besojnë medjave. Mirë po këtu i kemi dy probleme të mëdha. Për tjerë nuk besoj se duhet me injoru qytetarin si faktor të rëndësishëm në përhapjen e dezinformatave. Ne shohim vazhdimisht profilet qytetarëve që merren me dezinformacion të kohë. Shtat që kjo krejt po rajnë e ka kriju qatë mosbesim të qytetarët më mos mi besu mas një lloj mediumi. Që kjo krejt po rajnë është propagandë, nuk ka ndaj eufemizëm që muj me përdor këtu përveç propagandës, është fiks propagandë, sepse natyrisht ka plot media që nuk rajnë, sidomos nuk rajnë të në kohën, është e pamundën me rajtë të në kohën. Po më pyet, çka kjo punë, çka po më shon? Cili është opinioni, çka mendon ti për këtë punë? Edhe shumica dërmuese e tyne e kom pas, aty e kom vrejtë që qytetari nuk është bash budall që mendojnë njerëzit, ka përgjegjësi edhe ai. Disa personave që kanë bindje të marrume në konspiracione, të na është një pjesë e madhe qytetarëve, çdo informacion i saktë ju duket si informacion armiqësor.